Të nderuar dhe të respektuar vëllezër besimtar, ditët, javët edhe muajt që po i lëm pas, o shfaq shumë haptas një fenomen shqetësues dhe një dukuri shumë devijante është përhapte popullin përgjithësi, po sidomos tek trit në veçanti, e ajo është dhuna. Ajo është dhuna e cila dita ditës po shtohet në mesin e popullit në përgjithësi e tek të rritë edhe të rejat në veçanti. Edhe në ngjarjet e fundit që i pam në për mediat tona, në për rrjetet sociale, edhe ato më herët që kemi pa, edhe vrasjet e trive, trejave dhe anasjeltas, janë një alarm i qartë se duhet ndërmarr masa të gjitha institucionet, duke filluar prej institucioneve publike, pastaj edhe institucionet fetare, dhe sigurisht se xhamia është një prej institucione ku duhet ta trajtojmë këtë temë. Vllazën, besoj që kemi imagjinue na që kemi mbrikët luftën e fundit, se ka marrë koha me urrën ndërmjet veti pas luftës. Kemi besu që jemi vetëdijsuar mjaft, edhe kemi arrit lirinë të cilën e kemi ëndërrua, dhe kemi menduar kur si kemi ata armiqt tonë shekullor mesin tonë, na jemi mish ndërmjet veti, të pakten nëse si jemi edhe praktikues të fesë, të pakten i takojmë një populli, një gjuhë, një tradite, një kulture. Një gjë do të me kuptua. Dhuna, apo në gjuhën popullore zullumi, është vepër e shëmtuar, është vepër rreptësisht e ndaluar, dhe na nga këndi apo nga prizmi fetar, kështu do të me trajtue, se ai cili bën zullum, ajo është në kundërshtim me çka? Me mësimet, me rregullat, me udhëzimet e Zotit. Sepse Allahu te bareke ve taala në hadithin qudsi ka thonë: Ja ibadi, o robrit e mi, inni harramtu dhulma ala nafsi, unë ja kum dalua vetes sime dhunën, fe gjaaltuhu bejnekum muharrama, dhe kom ba haram, e kom ba të ndaluar dhunën ndërmjet jush. Fela të dhalemu, mos bëni dhunë, mos ushtroni dhunë. Këtu nuk hyn vetëm dhuna fizike, këtu hyn mos me ba edhe dhunë psiqike, mos me i ba presion antarët familjes, apo farefisit, apo fqinjve, apo të tjere. Vllazër, ai që bën zullum, dhunë, qoftë në familje, në qoftë në lagje. Në xhamia nuk ka dhunë, po në qoftë në rrugë, apo në institucione, kush kujt i bën padrejtësi, i bën zullum, e dhuna zullumi është me i te i kalu kufit e normales, me i te i kalu kufit që i ka vendos kush krijuesi, Allahu te bareke ve taala. E ata të cilët në një mënyrë apo tjetër, në një formë apo tjetër, ushtrojnë dhunë, ata janë njerëzit e pasuksesshëm. Ata janë njerëzit që kur nuk kanë me pas sukses, po kanë me dështue, sepse Allahu Teala thot: innehu la yuflihu dhalimun, vërtet nuk do të shpëtojnë asnjëherë kush zullumçarët, mizorët, ata që bojnë dhunë, që bojnë padrejtësi. Ata që bojnë dhunë, ata që bojnë zullum, padrejtësi, ata nuk i dën mas pari Allahu i madhruar. Allahu i madhruar thot: Wallahu la yuhibbu dhalimin, vërtet Allahu nuk i dën zullumçarët, nuk i dën ata që bojnë dhunë. Dhe dhuna që ushtrojmë, cila do qoftë ajo, dhe me cila do forma apo metoda që e bojmë atë, bëhet shkak për mos me gjetë udhëzimin rrugën e Zotit. Ka do njerëz që nuk po munden me udhëzu, ju flasin njerëzit, nuk e gjejnë kur rrugën e Zotit, se Allahu i madhruar nuk i udhëzon popullin apo njerëzit zullumçar. Andaj të nderuar vëllezër, na jemi vëllezër, na jemi besimtar. Këtë vëllazëri ne ka përzgjedh Allahu, edhe Allahu neve na ka quajt vëllezër, dhe ka thonë vërtet besimtarët janë vëllezër. Edhe pejgamberi alayhis salatu wassalam ka thonë: El muslimu ekhul muslim, muslimani është vëlla i muslimanit, nuk i bën zullum,
nuk ushtron dhunë ndaj tij, nuk i bën pa drejtësi. Pra muslimani, ai që është dorëzuar urdhave të Zotit, ai nuk bën zullum. Dhe na në këtë kohë kur jemi po do të me urujt edhe për jo muslimanve, prej dhunës, zullumit të tyre, e fatkeqësisht po do të me urujt edhe prej muslimanve. Të paktën deklarohet musliman, besimtar është, deklarohet besimtar, edhe e bën për shembull vllaun, motrën, dikush gruan për spital. Nuk tregohen muskujt në familje, o vllazni. Nuk tregohen muskujt në familje. Nuk fiton ai cili ka muskuj, ai cili ka fuqi fizike, po fiton forca me gjuhën e argumenteve, fakteve. Dikush për me arrit qëllimet e veta, për me arrit ato që synon, nuk zgjedh mjete, mënyra dhe metoda, edhe duke bo zullum ndaj njerëzve veç për me arrit ato që synon. Vallahi kur sukses nuk ka me pas. Kur bereqet tek ai person, apo tek ajo familje që ushtron dhunë ndaj një familje tjetër, kur rahat s'kan me qenë. Para mendon e ka ndalu pejgamberi alayhis salatu wassalam, e ka ndalu edhe mi aprish disponimin njëri tjetrit. Jo me i bo zullum, po veç mi aprish disponimin. Veç mi aprish kanë atë lumturin që e ka njëri, apo atë knaqësi që e ka mi aprish pak me naj fjale, me naj sjellje. E lema me i bo zullum njëri tjetrit. Keni parasysh, ju shka keni këto armë, heshti prej durve, mos u trimnani me to, mos u bëni trima. Se këj qëta 33 që po bëhen trima, zakonisht po kanë armë në dorë. Andaj ju kisha lut, largohuni prej tyne, largohuni prej tyne, largohuni prej njerëzve zullumçar, largohuni prej njerëzve toksik, largohuni prej njerëzve ignorant, xahila, dhe afrohuni tek njerëzit pozitiv, tek njerëzit e drejt, tek njerëzit e mirë që ka kogja shumë, elhamdulillah, në mesin ton edhe në mesin e popullit ton. Kështu që këto zhvillimet e fundit, apo ky fenomeni i dhunës në mesin e të rive dhe trejave, është diçka fenomen i ri, që nuk ka qenë për para tek ne, nuk ka qenë për para tek ne, zakonisht për para tek ne, zullumin, dhunën e kanë ushtruhe meshkujt, s'po thon burra se nuk është burra që bën dhunë, edhe qka meshkujt që janë ka mosha 40, 50, 60, ata janë rejnë me vetë, janë plagos, dështë edhe janë vra. Ama 33 janë rritë natyrshëm, janë rritë rahat. Kështu që ju kisha lut se cili prej jush, ku do që jeni, ku do që punoni, ku do që kryeni misionin tuaj, ta bëni vetëdijsimin e atyre që i keni afër vetë. Nëse duhet dikush me marr masa, nëse duhet dikush me shqiptu dënime, janë gjëkatat, janë gjëkatësit ata gjyqtarët, janë njerëzit që merren me këto punë. Nuk je ti ai që i merr ligjet e drejtësisë në dorë edhe ti ndan tash ti gjoba, apo jep dënime, apo jep vendet e caktuara, njerëzit e caktuar. Janë njerëzit kompetent për këto gjëra.